Ne do të mbesim mëtej në këtë temë për këto çështje, nëse mund t'i themi dilema, por të biseduar me zotin Adrian Zeqiri është drejt për drejt në horizontin e mesditës. Të ngjatjeta. Zoti Zeqiri, cila prej këtyre dilemave që ushtruan pas zgjedhjes, pas votimit për zgjedhjen e zotit Rashić për nënkryetarin e kuvendit i shquani më serioze? Po, ka disa dilema këtu. Dilema e parë dhe më e rëndësishme është që kur është bërë kushtetuta e cila është rrjedhoi e planit atisarit, rregullat e punës kuvendit e kështu me radhë, është përcaktuar që për disa vendime që kanë të bëjë për komunitetin në fjalë, në këtë rast kemi të bëjë me nënkryetarin serb dhe ka të bëjë për komunitetin serb. Shumica e deputetëve të atij komuniteti duhet me votu pra. Në këtë rast janë 10 deputet serb në kuvendin e Kosovës, në bazë vendeve të rezervuara. Dhe se së paku 6 prej tyre është dashur me votu për mos zgjedh si dhe shumica shqiptare, normalisht 61 vota, po prej 61 votave 6 është dashur me kanë, së paku 6 është dashur me kanë prej deputetëve serb. Është e qartë që në këtë rast nuk kemi një rast të tillë, dhe se zoti Nenad Rashić u zgjedh me 61 vota ose më shumë vota, po zgjedh pa shumicën e deputetëve serb që janë në kuvend. Unë dyshoj shumë që në rast se kjo çështje dërgohet në gjykatën kushtetuese, do të rikthehet për rishtërshim në kuvend. Kështu që sepse përndryshe nuk ka kuptim ato provizionet që cilat kanë pas për qëllim mi dhanë disa të drejta komuniteteve pakicë, në këtë rast komunitetit serb, nuk do të kishte kuptim. Çka do të thotë për Kosovën nëse kjo çështje kthehet në gjykatën kushtetuese dhe mirret një vendim që e vë në pikpyetje ose e kthen prapa konstituimin e kuvendit? Po, Lorik, ne kemi pa që janë mundu me u gjetë 1 milion mënyra qysh me zhagit çështjen e konstituimit të qeverisë. Me propozime për votime ma absurde të cilat kemi mujtë mi pa. Me interpretime të njenëve në mënyrën ma jo logjike të mundshme qysh ka ndodhur këto 6 muaj ditë të fundit. Është e qartë që lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat për me themelu qeverinë. E tëra kja lojë që është bërë deri tash dhe po bëhet ende, është për me mujtë me nxjerr elemente patriotik, kishe ju po votoni për listën serbe, unë nuk po votoj për listën serbe, e kështu me radhë. Nuk është problemi të lista serbe ose është problemi i provizioneve kushtetuese. Pa mendoj një seancë e cila është pro forma, seanca konstituive është pro forma. Mbyllet për gjysore. Ka zgjatë që 6 muaj ditë. Është dash 3 intervenime të gjykatës kushtetuese për mi pru, domethënë deputetët në rrugë procedurale, ashtu qysh e paraqe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Kështu që është e qartë që nuk ka numra për qeveri dhe se e tëra kja është një lojë derisa dilet dhe të mirët vendimi që për me shku në zgjedhjet e ardhshme, sepse po shihet që vetëvendosja nuk ka koalicion qeverisës, nuk ka siguru një shumicë të tillë, dhe se është krejt kjo një lojë e cila po i bën dëm Kosovës dhe po mundohet me gjetë qysh me thonë kimen vo, apo me qësi procedura të cilat është shumë e qartë që nuk janë kushtetuese. A mund të gjendet pra mekanizmi atëherë, sepse për zgjedhje ishte shumë i qartë zoti Krasniqi nga PDK-ja, tha që duhet gjetur mekanizmi që i dërgon në zgjedhjet përkohshme. Njëjtë është edhe qëndrimi i
përfaqësues deputetës së LDK-s Hykmete Bajrami, që thotë se nëse nuk formohet qeveria, vota e LDK-s do të jetë për shpërbërje të kuvendit. Ai mund të pritet realisht zgjedhje tashmë nëse nuk ka shumicë për qeverinë? Po zgjedhjet në momentin kur lëviza vetëvendosje, partia më e madhe, nuk e ka bën shumicën qeverisëse, dhe partitë opozitare nuk mujnë gjithashtu me bën shumicën qeverisëse, mbas aritmetikës së numrave në kuvend. Atëherë zgjedhjet janë vetmi opcion. E tëra çka kemi pa ne deri tash është një prishje e nervave me procedura, me si propaganda, ju po votoni, ju s'po votoni, na e kemi të drejtë, na se kemi të drejtë, e moni men. Domethënë 14 ditë kemi ndëgjuar deklarata kush ka të drejtë për zgjedhjen, çysh zgjedhet kryesuesi i kuvendit. Një çështje tërësisht teknike. Nuk ka qenë një çështje kështu e madhe, mi po është bë e madhe për arsye se nuk ka ekzistuar shumica qeverisëse. Zgjedhjet e jashtëzakonshme janë me demos, ato është pa që me qëtë aritmatik të numrave në kuvend, nuk ka mundësi asnjëra prej palëve me formu qeveri. Kështu që do të na kisim kursy shumë neve, nervat e tona, domethënë popullatën e gjerë. Nëse kishin thonë, dëgjoj, me çdo numra kush mundet me bën qeveri, me çet konstelacion të forcave politike në kuvend, edhe po shkojmë zgjedhje edhe një herë, edhe kishim shku zgjedhje edhe një herë para domethënë në prill. Mirë po kjo është vanu, stërvonu, edhe prap në fund kemi shku në zgjedhje sepse nuk ekziston një koalicion qeverisës solid që mundet me qu Kosovën përpara për momentin me këto numra në kuvendin e Kosovës. Po si gjendet pra atëherë ai mekanizëm që po kërkon Memli Krasniqi i PDK-s për zgjedhjet e reja? Po mekanizmi është kur një parti fituese, domethënë pas konstituimit të kuvendit, që unë dyshoj shumë që kjo mbledhje do të quhej si konstituimi i kuvendit, po ta zëm që po quhet konstituimi i kuvendit, atëherë partia më e madhe propozon mandatarin për kryeministër, ky mandatar, nëse nuk ka koalicion qeverisës, nuk i merr votat 61%, dhe se në fund i jepet mandati partisë së dytë, në këtë rast Partisë Demokratike, asaja dyshoj shumë që këmë mujtë mi morë votat. Kështu që në fund del që duhet me shku në zgjedhje. Atëherë, domethënë, është mekanizmi i qartë që në rast se ki shumicën qeverisëse, shumë shpejt vendi shkon në zgjedhje. Mi për shka është bo, deri më tash, janë shfrytzuar elemente procedurale për me zhagit mënyrën që zgjedhjet të vinë pas zgjedhjeve lokale ose në fillim të vitit tashmë kështu me radhë. Domethënë janë kalkulime politike, këtu është e qartë që nuk ka kërkush të shumicë qeverisëse. Mi po është duke zhagit çështjen për çështje kalkulimeve politike edhe për çështje kush kujt për alen fojnë. Jo që ka këtu ndonjë element substancial që thuhet, kjo është çështje shumë e rëndësishme. Këto janë procedura. Dhe është bën me qëllim keq interpretimi procedurave për me u zhagit situata ka shumë. Sot jemi e kemi konsumu 1/3 e muajit tetor. Nëse i analizojmë afatet dhe sa mund të zgjasin ato përgjithsisht, a mund të kemi dhjetorin si parafërsisht kohë zgjedhjesh, muaj zgjedhor në Kosovë, meqense po kërkohet dhe po flitet për to nga dy subjektet më të mëdha pas të parit në kuvendin e Kosovës, dhe
çfarë ndikimi do të kishin në Kosovë përgjithsisht, kur është shumë e qartë se do të kemi krizë nëse nuk miratohet buxheti për vitin e ardhshëm. Në atë intervistën tonë që e patëm para disa dite, unë e tregova për humbjet jashtëzakonisht mëdha të Kosovës, të cilat i ka vetëm në raport me Bashkimin Evropian, mos flasim për çështje tjera. Mos konstituimi i kuvendit është një çështje jashtëzakonisht serioze, edhe sepse vendi nuk ka autoritet vendimarrës. Ne ende as kuvendi nuk e kemi konstituu. Kuvendi është autoriteti më i madh vendimarrës, i bën apropriimet buxhetore, asnjë prej këtyre nuk mundet me marrë. Në rast se lista serbe i bën 10 nënshkrime, momentalisht aja i ka 9 nënshkrime. Po mundet ta zojmë deputeti Goran me i dhënë nënshkrimin në listën serbe, edhe më bë 10 nënshkrime dhe çështja dërgohet në gjykatën kushtetuese. Në gjykatën kushtetuese do të rikthehet çështja e rizgjedhjes së nënkryetarit serb prapë në kuvend. Do thotë jemi të folë edhe për një muj, 2 muj ditë. Në rast se nuk dërgohet kjo çështje në gjykatën kushtetuese, atëherë do të jemi dëshmitar i një procesi i cili është i parapamë kushtetues, ku partia e parë propozon mandatarin për qeveri, nëse nuk i merr 61 vota, që në këtë konstelacion të forcave nuk besoj që i merr, 3 herë mandati ka lënë partijës dytë. Nëse partia dytë nuk i merr 61 vota, dhe në këtë konstelacion të forcave unë besoj që nuk i merr, sepse vetëm LDK ka thënë që ne nuk dëshirojmë ta formojmë qeverinë opozitare. Atëherë edhe kjo çështje bie, dhe se mandej vendi shkon në zgjedhjet e ardhshme, zgjedhjet jashtëzakonshme. Jemi të folë dikon për dhjetor ose fillim të janarit, është i varësisht se a futet në lojë gjykata kushtetuese apo nuk futet. Në rast se futet në lojë gjykata kushtetuese, atëherë zgjedhjet do të mund të shtyheshin edhe deri ka fillimi i vitit të ardhshëm. Që do të thotë se do të kemi probleme atëherë me buxhetin, dhe shumë njerëz në Kosovë do të ka gjasa të mëdha, domethënë që të mbesin pa paga. Pra është një diktim i një krize ekonomike në Kosovë më pas. Po, kja si duket është aja gjendja jonë by default, aja gjendja jonë ku jemi. Mos të harrojmë që 1 vjet jemi në këtë gjendje, prej fillimit të fushatës zgjedhore, mas rezultateve zgjedhore, kur qeveria e ka humbur mandatin, certifikimit të rezultateve. Do thotë jemi krejtësisht në një situatë ku asnjë vendim nuk mund të mirret, ku kush nuk ka mandat. Momentalisht veç presidenti i Kosovës dhe gjykata kushtetuese kanë mandat. Kur kush tjetër nuk ka mandat demokratik popullor për me marrë vendime. Kështu që edhe me këtë konstelacion të forcave politike, me këtë fuqi të forcave politike, zgjedhjet kanë prodhu një lloj impasi, një lloj ku asnjërs prej forcave politike nuk i është dhënë shumica. Po mendoj i është dhënë shumica, po jo në atë kontekstin politik që janë ndame forcat politike momentalisht, që na kemi me të kërkuneq edhe vetëm zgjidhje prej kësaj situate është zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në rast se zgjedhjet e jashtëzakonshme e prodhojnë prapë njëjtin rezultat zgjedhor, na apet kemi qenë këtu. Domethënë nuk është që kemë ndryshuar diçka. Skena politike në Kosovë është e ndonë, ekziston një lloj kështu ndarje jashtëzakonisht e madhe mes partive politike, mes vetëdosjes të partive tjera politike, dhe se na kemi vazhdu me qenë në një situatë qështu
amorfe dhe për një kohë, përderisa nuk ndonjëra prej partive politike nuk humb ose nuk fiton vota më shumë se sa që ka fituar herën e kaluar. Zotëzë Qirit, falenderoj shumë për kohën tuaj në këtë emision, ndonë se ka natyrisht mjaft për të diskutuar në lidhje me ato që u thanë dhe përgjithsisht për gjendjen në cilën është vendi, nëse është konstituar apo jo kuvendi dhe nëse të respektohen afatet për formimin e qeverisë. Të faleminderit shumë. Faleminderit për ftesë.